zgjedhjeve në Bashkinë e Shkodrës. Pse u gjet pikërisht një muaj apo disa muaj pas zgjedhjeve në Shkodër, që të arrestoheshin bandat kriminale atje, ku pafundësisht me fakte, me prova, janë denoncuar nga Zoti Berisha. E njëjta gjë, e njëjta histori, por ajo që është më e pafalshme, jo vetëm antiligjore, por në këndvështrimin tim dhe amorale, është se e gjithë kjo trup anti-shqiptare, për mua kriminale, është që reken të na bëjnë për budallënj, të ngrejnë dhe këtë task force, e keni parasysh, unë ngritë task forca, një dështimi plot, që nuk bëri asgjë konkrete për krimin zgjedhor, i la fushë të lirë të gjithë kriminelve, dhe ne e pam rezultatin me 11 maj, por edhe ato flet porosi apo mandate të cilat erdhën nga Italia për të ekzekutuar shumë kohë përpara zgjedhjeve të 11 majit, u lanë pikërisht pas zgjedhjeve të 11 majit. Kush janë dy personat përgjegjës në atë dosje? Të Vispojës, kush janë? Është Irena Gjoka, që e mban dosjen 42 ditë. Ndërkohë, edhe vetë tjetri, Dumani Altin, prandaj dhe unë them që ka shumë më pak merita se Nureddin Dumani. Të pak të Nureddin Dumani i ka pranuar krimet edhe është bërë bashkëpunëtor i drejtësisë, po i zbarca dosja ai. Ndërkohë, ky paguhet nga taksa tona për çfarë? Për të bërë drejtësi. Dhe kur i bën ekzekutimin e masave të arrestit, shumica të njoftuar, se shumica ishin të larguar si gjithmonë, një e treta apo një e katërta arrihet të ekzekutohet nga masat e arrestit. Pse ndodh kjo? Sepse dekonspirohen, janë pjesë përbërëse e bandave kriminale, por urdhërohen. Kjo është problemi kryesor. Urdhërohen nga kryeministri Rama. Kush të arrestohet, kush të ndiqet i lirë, kush të mos jepet as informacion, si rasti se është i njëjti prokurori apo jo japu në rastin. Do ta mbajmë në këtë rrafsh zonja Kalaja. Në fakt, kur vjen çështja tek akuza që mund bëhen ndaj opozitës, se çuditërisht to dalin media